Ne me vetëvendosjen e patëm mundësinë me hy në bashkëqeverisje. 2 herë na kanë bërë ftesë. Por ne kemi tregu dhe kemi argumentu pse nuk hymë me ta në bashkëqeverisje tani. E kemi tregu sepse kemi diferencat më dha, ideologjike, programatike, e pastaj mungon edhe besimi. Ne do të presim rezultatin e dhjetorit. Rezultati i dhjetorit pastaj na e jep pozicionin politik. Qëllimi ynë është që të dalim sa më mirë që tjetë e mundun. Sondazhet na tregojnë që ne do të dalim shumë më mirë se sa në zgjedhjet e shkurtit. Kjo na jep pastaj pozicion 3 politik dhe ne do të jemi të hapun para të gjitha partive politike që dëshirojnë me u bashkangjit me ne dhe me realizu programin ton politik, i cili është programi djathtë, i qendrës së djathtë, programi orientuar ka zhvillimi ekonomik, programi orientuar ka projektet të cilat e zhvillojnë vendin. Pra, rezultati është shumë i rëndësishëm dhe nëse partitë politike na bashkangjiten në programin ton, edhe në vizionin ton, atëherë ne do të krijojmë institucionet. Zgjedhjet e reja kanë me prodhu një rezultat të ri, me do e mos, sepse ndryshe do të ishte absurde, nëse nuk ka fare ndryshim të rezultatit. Këto as nuk e besojmë, as nuk e tregojnë sondazhet, as nuk ka shans që të ndodhë. Andaj, rezultati i ri pastaj jep pozicionime të reja politike. Dhe qëndrimet tona do t'i bëjmë të qarta me njëherë, pasi që të shohim rezultatin final të zgjedhjeve të dhjetorit. E tha që presim që partitë politike të na bashkangjiten neve si Lidhje Demokratike mbashkësh prej rezultatit. Por nëse po flasëm prapë në mënyrë hipotetike, nuk është rezultati i favorshëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës, a presim bashkangjitje të Lidhjes Demokratike të Kosovës subjekteve të tjera nëse dalin para Lidhjes Demokratike të Kosovës? E para ne synojmë që ta udhëheqim qeverinë e Kosovës. Ky është qëllimi jon kryesor. Dhe jo pse ne duhet me udhëheq gjithsesi qeverinë, por ne besojmë që LDK në këto rrethana aktuale është partia politike që jep stabilitet vendit, që e kthen vendin në normalitet dhe që e kthen ka zhvillimi ekonomik. Kjo është shumë e rëndësishme qytetarët e Kosovës me e kuptu dhe me na besu. Pra synimi jonë është me udhëheq qeverinë, synimi ynë është dalim me rezultat të mirë që na jep pozicion me udhëheq qeverinë e Kosovës. Dhe pastaj do të flasim normalisht me partitë tjera politike që kanë vullnet me realizu programin ton politik. Pra shumë varet nga rezultati, ju lutem, sepse tash e kemi shumë të vështirë me dhënë ndonjë përgjigje tjetër, edhe hipotetike sepse është e rrezikshme. Nuk mundemi me dhënë përgjigje tjetër pa e parë rezultatin. Ne me vetvendosjen, sepse ju më pyetët, ne me vetvendosjen e patëm mundësinë me hy në bashkëqeverisje. 2 herë na kanë bërë ftesë. Por ne kemi tregu dhe kemi argumentu pse nuk hymë me ta në bashkëqeverisje tani. E kemi tregu sepse kemi diferencat më dha, ideologjike, programatike, e pastaj mungon edhe besimi. Ka një thyrje të besimit, sepse e kemi pa sjelljen politike të vetvendosjes.